banorët e Matan, ka 7 lopa dhe atje, si mbylli fare kanalin edhe çdo gjë 7 shtëpi janë mbytur ndaj prapë. Atëherë pati ka përcim të ujit Ujit të në kanali. argjinaturë apo pati çarje të argjinaturës? Pati dhe ande Matan pati çarje argjinaturës. Edhe ande kam u marru me vete ta futemi brenda, se unë kam ngritur as për feri, se më iku mendja kur e pash. Ktu i ke plot brenda. Aty s'ka vajtë fare, sa vajta brenda dhe ika. Këtu, lare këtu. Po dhe atje, ku vajta të flija një natë, ka marruar çdo gjë. Atëherë të ndodhur në këto kushte, çfarë kërkoni ju sot? Po çfarë do kërkosh ti në kushte të japi ty, as njerëz ti. Nuk ti jep njëri, nuk të ndihmon njëri, se ti s'ke parë një çiçë ujë bjerë tjetri. Unë i bëra një pyetje atje, thamën pive rakiti, thamën më kërkon më llogarit kërkoj për të këtu ti për 4 banor që i ka ferrasin, çajt kanali. Kanali për Matan, ta prishja gjaturën, të ngreja gjaturën për Matan. Të bëj çfarë doja valla. Se ka njëri 7 lop aty, 10 lop, mban lopët më të kanalit. Të tëra gjaturën ta prishit, bëj punën e tij, edhe unë veja flia atje. Ose do iki këtu valla, do bëj një shtëpi edhe unë ndaj Matan, do bëj një gjë edhe unë. Po. Unë kej këtu, keq ande, nemi s'dim ku të vëm. Pra s'keni siguri as brenda dhe as jashtë argjinaturës apo jo? Asgjë, këtu s'ka asgjë. Kur e mora pula na, këtu i çova atje, ke pula të gorda me ka shumë 5 kg pula. Unë atë u shqeqa me vezë, unë s'jam punë. Jam me i sy, unë nuk marr as pension as shteti asgjë. Edhe ai tregon mua rrugën i nukut. Janë përmbytur edhe shtëpi jashtë argjinaturës? Por e ke shtëpinë atje plot atë të çoj unë, hajde do iki tani bashkë, unë nuk kam gjë me dorë aty. Po ku të vijej të vite shikoj. Atje e ke hajde të marr unë ashtu. Pra ju prisni verifikim dëmesh apo jo? Atje të vite shikoj, edhe këtu të vite shikoj. Po tani unë i kam ngritur gjërat më motrë. Ka vajtur atje 1 metër, po këtu tani sa ka vajtur te këtoni këtu. Më fal tani. Se bëjmë edhe muhabet. Ka vajtur këtu një gjys, aty ka vajtur një. Me 4 banesa që janë këtu. Ja, i ke na fillimit deri në fund fshatit, i kanë mbytur.